Në ditën ndërkombëtare të ujit, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizimi Shkodër përmes një aktiviteti sensibilizues risjell në vëmendje rëndësinë jetike të menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve ujore. Kryeinxhinieri ujësjellësi Lazar Pema thotë se çdo ditë bëhet një punë e madhe për furnizimin me ujë të pijshëm për abonentët. Sot është dita ndërkombëtare e ujit. Tan bota sot këtë ditë shef si një ditë shumë të rëndësishme. Për vetë produktin që ka, bëhet fjalë për ujin e pijshëm. Ky organizim që kena bërë sot është një tavolinë bashkë bisedimit e ujësjellësit me abonentat, me qytetarët e Shkodrës e tan rajonit. Se në fundit duhet me kanë një ditë ku përveç se punojmë, të jenë edhe përballë konsumatorit, përballë qytetarit tonë. Se ndoshta sot mësojmë shumë më tepër për problemet që kena. Sot kanë ardhur fëmijët e vegjël, kanë ardhur gratë, është bërë ndoshta edhe një sensibilizim shumë i mirë dhe qytetarët. Është fat shumë i madh rajoni në përgjithësi i Shkodrës. Jo ka fat zoti burimit nën toksore dhe janë shumë me fat. Por ta dinë gjithkush, është një punë shumë e madhe kolosale për e burimi që nxjerrët ky ujë e deri në tavolinën e konsumatorit. Në këtë ditë të rëndësishme kushtuar ujit, kryeinxhinieri Pema ka një thirrje për të gjithë që të mos abuzojnë me ujin e pijshëm. Gjai ditën sot i drejtohem paksa edhe konsumatorit, por t'i thonë vetëm dy gjëra. E para është që e dim shumë mirë që ekzistojnë fenomene që s'duhet me ekzistuar sot. Jena 30 vjet demokraci. Ajo nuk duhet të ekzistojnë sot as si koncept në të folën. Ekziston abuzimi me ujin, luftojmë gjithë për ta minimizuar sa më shumë. Përderisa është shumë i rëndësishëm ky produkt për njerëzit, ju lutem drejtoni fëmijët tuaj, të drejtohen studimit ujit dhe të bëhen profesionistë të ujit. Ky aktivitet sensibilizues i Shoqërisë Rajonale të Ujësjellësit Shkodër synon që të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve për ujin e pijshëm, si dhe t'i ofrojë më shumë ata përmes edhe aktiviteteve argëtuese për të gjitha moshat.